Në zgjedhjet lokale të vitit 2023, Lulzim Basha Sokoj, kryetari i Partisë Demokratike, kishte kërkuar nga KQZ që Sali Berisha të mos përdor simbolet e PD-s. Në zbatim të kësaj kërkese, Berisha formoi një koalicion me Ilir Metën që e quajtën Bashk Fitojmë. 2 vite më vonë, Sali Berisha tani më në krye të Partisë Demokratike i riktheu Reston Bashës. Përfaqësuesi i Selis Blu në KQZ kërkoi që koalicioni Euroatlantik të mos përdor më asnjë simbol të Partisë Demokratike dhe të heqë banerat nga zyrat elektorale. Kështu që kërkesa jonë për komisionerin shtetëror të zgjedhjeve do të ishte që subjektit zgjedhor, i cili është subjekt zgjedhor i regjistruar me vete, koalicioni Euroatlantik, që ka dhe përfaqësuesit e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por sigurisht edhe kryetarin dhe gjithë organet e tjera përkatëse, t'i kërkohet që ambientet private që ata shfrytëzojnë për aktivitetet e tyre politike, elektorale, po edhe faqet e tyre online në rrjetet sociale, webe e kështu me radhë, të hiqeshin të gjitha logot, simbolet dhe referencat e Partia Demokratike e Shqipërisë, sepse vlerësojmë, zoti komisioner, dhe kjo nuk është vetëm nga ana jonë, vlerësojmë që është edhe nga ana e tyre, që kjo mund të krijojë konfuzion të zgjedhësit. Do të jetë Sali Bashi që në nisje të javës ardhshme do të kërkojë zyrtarisht zbatimin e kërkesës. Pak ditë më parë KQZ i kishte dërguar një kërkesë Bashës që të mos përdor më simbolet e Partisë Demokratike dhe se nëse urdhri nuk do të zbatohej, do të kërkojë ndërhyrja e policisë së shtetit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar gjithashtu një vendim që procesi i përgatitjes së zarfeve që do të nisen për emigrantët të jetë live 24 orë.